Brikena kishte kaluar një ditë të gjatë dhe të lodhshme, me mendjen e mbushur plot me shqetësime dhe zemrën që i rrite më shpejt se zakonisht. Rrugës për në shtëpi, ajo përpiqej të qetësonte veten, duke menduar se gjithçka do të kalonte, se ndoshta ishte thjesht një fazë e vështirë. Por sapo hapi derën, e ndjeu menjëherë tensionin që mbushte ajrin. Daja po e priste. Nuk ishte një pritje e zakonshme, as e ngrohtë. Ishte një pritje e rëndë, me sy që flisnin më shumë se fjalët. Pa kaluar shumë sekonda, filloi përplasja. Fjalët dolën të forta, të drejtë për drejta, pa filtra. E kam thënë dhe do ta them prap, i tha ai me një ton të prerë, ai djalë nuk është për ty, nuk është në nivelin tënd. Brikena u përpoq të fliste, të shpjegonte, por Daja nuk ndalonte. Ai vazhdoi, duke i kujtuar se sa shumë vlen, sa potencial ka, sa lart mund të arrijë. Ti e një yll, i tha, dhe nuk mund të lejoj që të zbehesh për dikë që nuk të meriton. Fjalët e tij ishin të forta, ndoshta edhe të dhimbshme, por brenda tyre kishte një lloj dashurie të ashpër, një dëshirë për ta mbrojtur. Ai përmendi edhe Mateon, duke e bërë situatën edhe më të rëndë. Të la pa finale, tha ai, dhe kjo duhet të hapë sy. Brikena ndjeu një përzierje emocionesh, zemërim, trishtim, konfuzion. Nga njëra anë, ndjente se askush nuk kishte të drejtë të vendoste për jetën e saj. Nga ana tjetër, fjalët e Dajës prekën një pjesë të saj që e dinte se ndoshta kishte diçka të vërtet aty. Ajo qëndroi në heshtje për disa çaste, duke parë poshtë, duke u përpjekur të mbledhë veten. Në mendjen e saj kalonin kujtime, ndjenja, pyetje pa përgjigje. A ishte vërtet ajo në një rrugë që nuk e meritonte? Apo thjesht po luftonte për diçka që të tjerët nuk e kuptonin? Në fund, ajo ngriti kokën. Nuk kishte një përgjigje të menjëhershme, as një vendim të prerë. Por brenda saj, diçka kishte ndryshuar. Jo sepse dikush i tha çfarë të bënte, por sepse filloi të reflektoj më thellë për veten e saj, për vlerën që kishte dhe për atë që meritonte vërtet. Mbase ajo ishte vërtet një yll. Dhe yjet, sado që erësohen për një moment, gjithmonë gjejnë mënyrën për të ndriçuar përsëri.